Java që lanë pasër shënuar si njëra ndër më të vështirat, shkak për këtë ishin aksidentet në trafik me fatalitet. Qytetarët thonë se shkaqet janë të shumta, por ndër më kryesoret vetëdijsimi pjesëmarrësve në trafik, shpejtësia dhe përdorimi i telefonit. Shkaktar kryesor aksidenteve në trafik për mendimin tim është pakujdesia, shpejtësia e rritme. Ndëshkimet nuk janë të lehta, po pa ndëshkime na s'marrin vesh. Këta që i marrin lehtë patentet pa kry shkollë, i marrin me pare. Pakujdesia e vozicave, njëkohësisht edhe këta që janë kamësorët nuk kanë kujdes. Nuk kanë durim të presin pak. Nga data 23 mars në teren do të operojë një task force që do të monitorojë qarkullimin e automjeteve, sidomos të automjeteve me një palë gjurmë, si motocikleta, tricikla e të tjerë. Faktikisht është një lloj task force ku me prioritet janë mjetet me një palë gjurmë, duke përfshi motocikletat, tricikletat, katërcikletat, po gjithashtu edhe trotinetet. Po edhe çdo kundërvajtje që na hasim nga mjetet tjera të cilat marrin pjesë në trafik do të konsiderohet o do të trajtohet sipas ligjeve në fuqi të trafikut. Në kuadër të kësaj task force po operojnë 4 njësi që mbulojnë zona të caktuara sipas detyrave për të rritur nivelin e sigurisë në trafik. Aksidentet e cilat kanë ndodhur gjatë kësaj jave janë të gjitha që kanë ndodhur në zonat e cilat ka pas prezencë policore edhe ka pas aktivitete policore në shqiptimin e kundërvajtje për gjithë ata kundërvajtës që kanë shkel ligjin. Mirë, por mbas analizat që kemi analizuar, këto aksidente të gjitha kanë ndodhur pasojë mos përshtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës, sepse pikërisht shpejtësia sa më e madhe pasoja për domësin e dëmët material ashtu edhe në jetën e njerit janë më të mëdha. Sipas Toger Elshanit, vitin e kaluar janë konfiskuar mbi 1200 patent shofer për shkak të shkeljeve të rregullave në trafik.